Ka ardhë vera. Vera është e mirë. Vera na jep shumë të mira, dhe më thonë, vinë gërbeqartë, vjen diaspora, knashemi, po i ka dhe do aspekte tjera të këqija, se kemi shumë ma shumë zhurmë në për qytete. Kerët, gjatë tonë kohës, të më thonë, kërë kom qeni vogël, tonë kohën e kom pa që ka iniciativa, që është më bo kerët me ma pak zhurmë, dhe më që me pak sa ma pak zhurmë, që mos me pas zhurmë në qytet, mos me kryu zhurmë e madhe pej të lovive, me qenë qytetet ma të qeta, ma mirë është edhe për zëgjë, edhe për kafsh, edhe për njerëz, edhe për stres, edhe për gjitha ato. Dhe shkojnë kerët ty po ma pak zhurmë, që ajo ka qenë qëllimi. Kerët me rrymë nuk bojnë zhurmë gati heq, bile i shtohet pak zhurmë veç që mu pa që është në rrugë që mos mu aksidentu. Po që ka po ndodhë kohëve të fundit, është një trend që vozicat po kanë qef mi pas kerët sa ma të zhurmshme. Për kundër faktit që gjithmonë kemi provu me pas kerët sa ma pak zhurmë, tash pi bojnë sa ma të zhurmshme, edhe vetë jeni dëshmitar që qëto natë në ndurë, në pas kësi zhurma, të thonë si petarde, të në kohën, qëtë natë, në për rrugë tona, me na pengu, edhe policia të flajt, të thonë shteti të flajt. Të thonë, bashkë kësha po një pytje për këta njerës që i kanë këto kere, e di që ju knasheni, po dikush knashet edhe me gjujt me alti, nësë do më thonë me dalë midis qytetit me gjujt me alti. Dikush knashet me gjithë shka, po a me ndoni nëherë për tjertë, a jeni qenje sociale, a jeni, bile njerë do isha me janis emisionit sot në mëngjes, po thash hajtë mos janisi me të keq, po me thonë, a jeni lop, a jeni budala, a jeni mirë në kry. Këto e në vesh pytjo, nësë po thëmë kur gjohë tash, jo, vesh po pjo pës, a jeni lop, a jeni budala, a jeni mirë në kry, a jeni të smut, a jeni qka jeni, abdina qasë shumë e keni qef me të regu që qfar kere e kom, po kur kush se din kush o mërena që ty në kerë, që i bëni ju zhurma, diçka, nështë keni qasë shumë kompleksi që i duni me të regu që keni një kerë që i bënë zhurme, që i bënë pap, edhe unë jetoj në një rrugë, ko gjatë frekuentume të Prishtinës, në rrugën C, po ndodhë në 3, në 4 të mëngjesit, të ndodhë në 3, qëto zhurma që ta shi ndetëm, indim edhe njëherë, në 3-4 të mëngjesit, të më thonë, ndodhë me pas kësi zhurma. Pashë qësi. Shumë shpesh. Tepër shpesh. Policia s'ma më përgjohë, në pashë më që ditë kja. Këtu e kemi lavdimin të flasim edhe pak për ta, nuk ka legjë për mduket në Kosovë, ka legjë për zhurmë, për nuk zbatohet. E pas që në Evropë është tiku 80 diçka decibel, 80 diçka decibel është shumë zhurmë e vogël. Ligjit të na është edhe të na normal, është në çdo vend evropian, është do thot me decibel që motë zhurma. E zhurma normale në komunikacion është 74 deri në 80 decibel. Biseda që bisedojmë është 60 decibel. Motocikletat me do thot elektrik janë 30 deri në 50 decibel. Që për më di që është në rrugë. Ndërsa kjo ndryshon nga pak, sepse kemi shembull motocikletat, se zakonisht zhurma është më shumë të motocikletat se sa tek veturat. Shembull tek motocikleta, shembull me vëllim 125 kubik, shembull është shembull diku në rreth 80 decibel. Po nëse është mbi 600 kubik, mund të jetë deri 105 decibel për shkak që fuqisë të motorit, që është e pamundshëm shembull të ulet aja zhurma e decibelëve në 105. Por motorat sportiv shkojnë do të 105 deri 120 decibel. Do të në prodhim kur prodhohen, shkojnë do të 105 deri 120 decibel, saqë edhe policia nuk mund të më dënojë nëse është motor sportiv, edhe është deri në fabrikisht kuptohet. Është deri në 120 decibel. Nuk janë decibel, do thotë vetëm një numër të jetë për gjitha llojet e motorëve. A mundet policia me dënu një spëdia që shmiqujt këta njerëz, një njerit kompleksum që ka probleme ndoshta mendore dhe probleme sociale, do më thonë që nuk din që shme jetu në shoqëni, edhe donë me kërsit si me petarde, si me bëdhëm bombë, në dytë mas mesnate, edhe t'ju jep gaz, edhe me kërsit në atë mënyrë me të saruna kompleksit pjesë që shpjedhojmë shqip ta më na uspuhit? është lirimi gazrave që... Lirimi gazrave, do më thonë shkarkimi me gëpt shkarkimit gazrave, marmeti thonë në Shqipni... Sa përket kësoj pjesë,
se për këtë kësaj pjese, normal që është ndalume varësisht për veturën cila është, apo motocikletin shamon cila e ka, do thotë, fabrikisht. Nëse te kalohet çaj pjesë, atëra ajo veturë në momentin që ndalet, të na është, po e them kushtimisht në emet, për shkak që vetëm të vendos një gjobë, por jo, nuk është zgjidhja, vetëm gjoba. Pak të gjutin a herë që e ka dënu dikush dikon për zhurmë mediatike, dalin edhe presin edhe ndalin edhe i vendosin gjobë. Po nuk është zgjidhje. Zgjidhja cila zgjidhja, nëse e ke ndalë një vetur apo një motociklet që nuk i vlerëson kushtet për rrugë dhe të kalon pjesën e decibelve që është e përcaktuar për atë vetur apo motociklet, atëherë ajo vetur do të qohet në kontroll të jashtëzakonshëm, në kontroll teknik. Dhe momentin që do t'i bëhet kontrolle jashtëzakonshme, ku kuptohet që me kontroll të jashtëzakonshme del që nuk është në rregull, dhe nga ajo nuk i jepen dokumentet personit, po do të dërgohet vetura për rregullimin e asoj pjese. Kur i kthehet normalitetit ajo vetur, atëherë qohet prapë në kontroll teknike dhe i jepet, do thotë, leje për qarkullimin në rrugë. Dhe atëherë do t'i jepet një gjobë dhe t'i jepen dokumentet personit. Pse? Pse? Nëse ti po e ndal, po e vendos një gjobë, po e pagun atë gjobë, atëherë po vazhdon prapë. Nëse ti po e obligon atë vetur me hjek nga rruga për të rregulluar pjesa e zhurmës, atëherë momentin ai që ja rregullon. Në atë aspektin ai lodh dhe nuk ka mundësi dhe forcë dhe fuqi dhe financa mu kthy prapë te ajo pjesë që ka pas më zhurmë, sepse e di që mundohet që a ditë që e kthen, mundohet që prapë gjobitet dhe prapë kthehet, do thotë, në pjesën fillestare, sikur që po e marr kushtimisht, po e them në aspekt është lodh derisa është rregulluar ajo pjesë. Do të thonë lodhët të shku, ty ja marr kerën, ty e vë dënimin, ty e çon kontroll teknik. Nëse duana të largohena nga rruga këto dukuri. Mund të them dukuri negative. Se përket të motocikletat, shembull ki shumë të lehtë, i vendoset një auspo pa marrë kështu, i vendoset shembull me një zhurmë të lartë. Unë i kam thonë çdo herë, pse po lehen në kufi, pse po lehen në dogan të doganohet ai auspo kur po dihet për çka është ai. Ti mos ndalon në shtetin tënd. Ki skutera, do të thonë që në vegjël 125 kubik. Ata kur blen për atë arsye. Ja qesin me bo sa ma shumë zhurmë. Ai kur blet dokumentacioni, aty auspo shembull është për shkak zhurmës, shembull, po të marr si shembull shkon deri në 250 decibel. Nëse merr dokumentacionin e vendos për çfarë lloji motori është ky, është për një motociklet shembull, po marrim si shembull 200 kubik. 200 kubik është do thotë deri 90 decibel. Atëherë ky është 250 decibel në kufi mund të kthen mbrapa. Si shtet, përderisa aki të ndaluar me ligj, atëherë mos e lënë të doganohet ai produkt që shembull të hynë në vendin tonë. Po këtu është ai debati i njëjtë, do të thonë që ka kerë që shkojnë 250 km/h, për shembull që kanë blokadën, ka që shkojnë 300 km/h, kufizimi në Kosovë është 130, kur smundesh me vozit 130, pse lejon kerë, pse nuk janë krejt kerët kufizume të 130. Se, okej, thojnë ka në Gjermani, do autostrada që lejojnë ma shumë se 130. Po jo, e njëjtë debat është. Do më thonë, pse me në një kerë që shkon 200 km/h me hynë në vend, kur Këto është një dallim i vogël, më themi. Pse? Do të prodhimi i industrisë së makinave është shumë i gjanë. Edhe, okej, ka ndërsa vende tjera që mund të lëviz shembull mbi 130 km/h. Kështu që ti e ke shembull 250 apo 300 km/h, po nuk je obligueshëm të shku 300 km/h, ti respektosh shkon sipas shenjave. Po, ke pjesa e zhurmës tek auspuat shembull. Nëse ai është shembull pa marrë kod 200 decibel. Atë automatikisht ti përblen për atë arsye. Ai përblen për atë arsye, kështu që më bë zhurmë. Kështu që jo, e kthen atë produkt mbrapa, e lën produktin që i përshtatet atij motocikletës për mu doganu që me hinë në shtetin tonë, edhe nuk e kemi këtë problem në fillim të kësaj pjese. Po në rast që hyn ndonjë produkt, po them zezën apo çfarë do mënyre në shtetin tonë, atë për atë arsye është ligji, është policia ku e ndal dhe e obligon me largu. Jo ti vendoset një gjop edhe të largohet nga rruga ai person, por do të largon veturën apo motocikletën nga rruga që të rregullohet, mandej të kthehet në rruga e vetura apo motocikletë. E pyeta ChatGPT-n, do të thonë se çfarë ligje ka në përbot, në Mbretërinë e Bashkuar, do të thonë në Britani dhe në Bashkim Evropian, kufiri aktual është 72 decibel gjatë lëvizjes kerit, do të thonë, po gjatë ka qëllimi është mu zbrit deri në 2026 deri në 68 decibel. 72 decibel është zhurmë shumë e ulët. Do të thonë është e bisedës na që po bëjmë çtash me pak zomat ngritun. Do të thonë se njerëzimi ton kon ka këshur qysh me ul ndotjen
zanore, të më thonë audio ndotjen në për qytetet tona se e rrit stresin, e ullë mirëqenjen e njerëzve, edhe ta shka po bojmë na, veç po e rritim stresin. Para më doni ta shqyshje një të najtë kërset një kërë, edhe shumë shpesh shën njerëz të e këthy kokën kështu edhe të mos i di që ka pëndodhë se i rok një stresi, me kërsit një alti. Dhe më thonë, janë shkarkusit aftermarket, dhe më thonë, në Bashkim Evropian, që modifikohen, dhe më thonë, nuk guxojnë mu prejk ma vonë, edhe janë duke, dhe më thonë, u regullu me regula shtesë kundër zhulmës. Në Shtetet e Bashkuara gjithashtu ka ligje, po janë pak më të larta zhulmat që lejohen prej 80 deri në 100 decibel, po prapë janë më të ulta se këto kjerët. Nuk janë të papërballueshme ato zhulma. Edhe në Austri, në shtete tjera dhe në Japoni, të më thonë ka ligje të kohën kundër zhulmës, qysh ka edhe te na. Edhe në gjithë botën, thëtë, qytetet shpesh kanë kufizime për zhulmën gjatë orëve të qeta, prej orës 21 deri në ora 7 të mëngjesit. Dhe më thonë, se ka paralajmërime edhe gjoba shumë të mëdha. Po neve na i dim krejt në ora 2 të mëngjesit, 3 të mëngjesit, në 4 të mëngjesit, në 12, në 1, 23, kemi zhulma të jashtëzakonshme, dhe më thonë, të kjerëve. Edhe për çfarë arsye e bënëm edhe këtë segment. Po, të kjo si dukuri negative që mund themi normal që do të mirë në aksion nga ana policore, sikur që ka qenë para një kohë për xhamat e zi që është ndaluar, edhe në atë kohën që ka qenë aksione për xhamat e zi, asnjë vetur nuk ka mujt mu kalu për pa u ndalur nga policia. Nëse ka pas foli në largu, nëse ka pas fabrikisht. Tash për shumë më shumë me xhamat zi. Edhe e ka nal çka? Jo, kjo pjesë është nal, sa i përket se xhobat këto të larta. Por, tash do thot prodhuesi i makinave do thot xhamat e zi, e ka pas si problem që është që po jo hekën folia që nuk kanë të drejtë, edhe tash kur të porosit veturë mund të porosit me xhama zi fabrikisht. Fabrikisht. Po, tash që është një numër tash, nëse e shohim një numër më të madh, gjitha veturat i kanë fabrikisht xhama, se për ndryshe është e pamundshme të ketë foli sepse nuk mund të kalon as në kontrollin teknike, po marr kushtimisht thuaj edhe nëse kalon kontrollin teknike, është e pamundshme me kalu java pa të do të policia për xhamat zi. Mirë ato. Një pyetje tjetër për fund, se kemi veç edhe 2 minuta. Edhe më përgjigjesh shumë shpejt. E poshtë një ditë, një kerë, një BMW 7, po këta që kanë BMW 7 atri sidomos, menojnë që janë mbi ligjin, ishte trotuari këtu, edhe rruga, tash rruga ishte kjo, rruga e ngushtë, në Prishtinë. Edhe është trotuari këtu do më thonë janë do pengesa për hymje në një lokal, këtu zakonisht parkohen kjerët, edhe këta parkohen keq, do më thonë se këmësor duhet me dalë kështu me ecë. Keni BMW 7, së është shumë keri gjatë, edhe ke i parkum qështu, do më thonë gjysmën e kësaj rrugë, do më thonë e kishtë në zonë me. Edhe unë një me kështë të kalu dhe thash vjen një kerë, do më thonë, ta vizate i kështë pak ma bukur këm qef, penaltit, BMW 7 që ta shi ka dritat si më konë qa për diqka, dhe më thonë, ishte gjysma e kjerit këtu jashtë. Normalisht, këtu s'kish vend me kalu këmësort kalujnë kënej, për thashtë nëse une shkoj me kerë qështu, edhe shkoj me kerë temin në qëtë drejtim, dhe më thonë, jom të ecë. Edhe pa prit mas, nuk e vlerësoj mirë situatën, vjen një kerë, është një kerë këndej. Edhe këtu është një kerë i parkum, nështë ta, edhe është një kerë që del pak ma kamesi, edhe une edhe s'mbrim me frenu, edhe ndodh goditja qëtu. Ose e goditi që të kerë qëtu, që të shtatëshin qëtu. Edhe ka njëherë më hidhet, edhe pse me pa pas një kerë ma të vjetër, më kish hidh me goditat, se ati di bëj dëmë shumë atë madhë. Mena isha për qëtëm. Kush ka faj qëtu? Nëse që kështë shtatëshi, BMW-ja, është i parkum, ose një Mercedes S-Class, këta që i kanë S-Classa, BMW-ja, G-Classa, këta menojnë që në mbi ligjen, se i kanë kjerët mërmini që bi euro. Përgjumë thënë ata do të kenë kujdes ma shumë, sepse sigur që e thetë edhe ju që domi, nëse ndodhë në aksident, domi është shumë i lartë. Po,
ai do të ketë kujdesje. Kush ka faj? Pa marrë parasysh a pagun sigurim apo si është procedura, apo është kasku, s'është shumë rëndësia e pjesë. Nëse ndodh aksidenti, fakt që ky vetura këtu, apo nëse jemi na me këtë veturë, jemi fajtur për shkak se nuk e kena, do thotë nuk e kena parapo situatën mirë. Si kena përshtat situatës edhe kushteve dhe rrethonave. Pa marrë parasysh që ai është në rrugë dhe është shumë keq. A ta merr mendje që ish dashur mundru që ky leç, për shembull, nëse dikush e ka parku kerrin keq edhe na e goditin. Ai merr gjobën që është parkuar, do të thotë vetura jo mirë, po çka do të ndrohet si ligj apo çka do të ketë parasysh, unë diskutoj shpesh herë edhe me ekspertat e komunikacionit, me kolegë tjerë, e theme që do të thotë shkaku i kësaj veture po vjen drejt aksidenti. Kështu që nëse vetëm vazhdojnë me një ekspertizë, unë mendoj që duhet të jetë të paktën 50% të aksidentit edhe veturat ato që janë parkuar, po përgjithësia. Sepse na nuk mund të hekim këtë përgjithësinë, sepse nëse hekim përgjithësinë këtë, ky mund dikush mund të godet me qëllim. Nuk guxon të jeket ajo përgjithësi, po të paktën 50-50 do të jetë të paktën 50-50%. Po, se kuptoj domethënë se me qenë domethënë këtë ky fajtor, mu shpall këtë ky fajtor, unë më shku me një kart kesh, me një kart vjetër, të prisht edhe mi godit krejt keret që në parku me qështu kesh, edhe me përfitu për jasaj. Shpesh herë mirë vetëm ky fajtor edhe mbyllë si proces nuk vazhdojt me tutje. Sepse i pritoj me hikë soj detaje tamam që shdohet, në atë arsye mandej këta shoferë që shkojnë këtë mënyrë që parkujnë veturën, ata në farë aspekte po thamë kushtimisht që halitin edhe e lojnë do thotë në për disa venat e tjere prap njëtën situatë. E kisha bo dhe një thirrje për komunën, mos jep një leje për ndërtesa të reja edhe për trotuare, ose blokoni trotuaret, është një ndërtesë e re që është në Prishtinë, ku këtë parkingun e kam bo në këtë mënyrë. Të vëdhën edhe këtu është një ndërtesë e re, këtë parkingun në këtë mënyrë, edhe këtë keret dalin rikferc, në rrugë, edhe zakonisht mrapa sa ta hynë, pritojnë mu parku për para, edhe i rizikojnë krejt keret në komunikacion. Edhe gati gjithmonë ka ndeshje, aty një ditë bile ka qenë një ndeshje shumë e madhe. Në kësi mënyrë, nëse nuk ka hapësirë, është i nevojshëm parkimi, mund të bëhet, por gjithmonë do të bëhet, do thotë, ne këndë, jo drejt. Po, jo drejt, po asi për parkim... Sepse ne këndë mund të shme dalë ma letë, ma shpejt, e shef veturën... Ose për parking paralel. Po, edhe aja po, varsisht për i situatës, edhe është ma e lehtë, dërsa në këtë mënyrë është probleme po nga ana e djathtë për shkak që nuk duket. A nëse parkingu është në kënd, atëherë momentet që ti je në veturë e shef a ka vetura apo nuk ka vetura. Do thotë një detaj shumë i vogël mund të më ndryshu, po nalet numri i aksidenteve që e thatë dukshëm. Lavdim, faleminderit shumë. Shikues dashur, në Sarani e keni Autoshkollën Qendra në Facebook, në Instagram, edhe gjithandej falenderojmë Autoshkollën që na ndihmon në emisionin tonë, e pat edhe këtu informatat për Autoshkollën Qendra, numrin e telefonit edhe ku mundeni me kontaktu. E falenderojmë Telkosin gjithashtu që na përkrah edhe si televizion edhe si emisioni mëngjesit. Gjithmonë që nga fillimi Telkos dashni në lidhje të parë. E Natyra Therapy ju ofron kollagen bashkë me serum për fytyrë, 3 kollagena mundeni mi blej për 46,99 në numrin 045 956 000. Kollageni ju ndihmon për flok, për eshtra, për lëkur, për plot sene, pasi që trupi nuk prodhon mo vet kollagen mas një moshe të caktuar, kështu që na nevojitet me marr prej dika tjetër, në një mënyrë është edhe Natyra Therapy. Na shihemi nesër në orën 7 të mëngjesit me një emision, besoj njëjtë mirë si kurse sot nesër kemi këtu edhe Hysni Aliun, psikologun ton rezident. Shihemi nesër e të fala tonëve.